Edhe njerë për kohën, ndërka që nga këtu Dorentina shkoa të kalojmë tek një ngjarje, për diskutuar në fakt për një ngjarje jo fort të mirë, e cila u raportua të ketë ndodhur në Graz të Austrisë, dhe fjalë për një tragjedi në një shkollë ku humbi jetën edhe një vajzë 15 vjeçare nga Kosova, për të na dhënë më shumë detaje lidhur me tërë atë se çfarë ka ndodhur, çfarë dihet deri më tani, në një lidhje direkte kemi gazetarin Vebi Haliti. Zotëri Haliti, faleminderit shumë për kohën. S'ka përse. Po besoj se ngjarja në vetvete ka ngjall shumë panik edhe atje, edhe tek personat cilët kanë fëmijët në atë shkollë. Na tregoni çfarë dihet deri më tani, çfarë ndodhi saktësisht? Në të vërtetë dje pak dite rreth orës 10, sipas informatave të cilat tani veç janë të njohura, një person me përkatësi të nacionalitetit austriak, me qenë se ka shumë nacionalitete këtu që jetojnë pëtuhet të cekët, kryti një akt barbar duke vrarë 10 persona, do thot 8 nxënës, ndërsa 10 të tjerë duke i ka plagosur. Plagosur rënd është fjala. Për këtyre të plagosurve rënd, ka vdek dje pas dite, edhe një do thot ka shkuar numri i përgjithshëm i të vrarëve në 11. Sipas informacioneve më të reja, gjendja e personave të plagosur për momentin është stabile, ndërsa sa i përket situatës së përgjithshme në qendrën klinike universitare të Grazit janë duke u kryer ekspertizat e ndryshme, ekzaminimet e ndryshme rreth personave të vdekur. Ajo çka duhet të themi se sot është një lajm se drejtori i përgjithshëm për sigurinë publike, Franz Ruf, ka deklaruar se tek vrasi, do të gjatë kontrollit të shtëpisë së tij është gjetur edhe një bombë me tub, mirë po jo funksionale, si dhe është gjetur një letër lamtumirëse të shkruar në mënyrë analoge edhe në atë digjitale. Megjithatë, vrasi nuk ka shkruar motivin se për çfarë e bëri një gjest të tillë. Dihet përmbajtja e letrës? A dihet përmbajtja e letrës? Jo, nuk dihet përmbajtja e letrës, me qenë se organet austriake janë shumë të përmbajtura nga detajet, deri më tani thuajse të gjitha informatat të cilat i marrëm përmes rrugëve dytësore. Po. Ndërkohë është përmendur që vrasësi ka qenë nxënës i asaj shkolle, ka përfunduar shumë herët shkollën apo ka qenë ende nxënës aty? Jo, ka qenë një ish nxënës të shkolle, që sipas disa informatave që kemi arrit i kuptojmë, të themi kështu jo të vërtetuara, mirë po disa edhe nga mediumet austriake cekun se qenë ka i bulizuar ky person, do thot ai nxënës, i cili tani ka moshën 21 vjeçare, dhe mund të jetë njëra ndër arsyet e një veprimi të tillë. Mirë po këto janë çështje të tjera të cilat duhet organet kompetente të gjejnë motivin e një veprimi të tillë barbar. Po. Vrasi do të kishte 2 armë, një armë të gjatë dhe një të shkurtë, ndërsa pas kryes së aktit vrasi kryen edhe vetvrasje në objekte sanitare të shkollës. Janë të lënduar edhe personeli shkollor, disa persona të personeli shkollor, ndërsa sa i përket numrit të viktimave, siç u cek deri më tani kanë arrit në 11 të vrarë dhe 10 të plagosur rënd. Po. Ndërkohë në atë pjesë të Austrisë ka pasur edhe më herët ndonjë rast të tillë të raportuar, zotëri Haliti? Po, ka pas raste të tilla, mirë po ka pas raste individuale. Është rasti i parë në këtu përmasa, që është kryer mund të thuhet pas luftës dytë botërore në Austri. Ka pas raste individuale në shkolla me thirrje etikash edhe veprime të tjera, mirë po në këtë mënyrë dhe në këtë formë, me këtu përmasa, është hera e parë. Dhe pikërisht për këtë arsye, Austria sot është në ditësie, janë shpall 3 ditësie, janë të anulluara të gjitha veprimtaritë kulturore dhe artistike në Austri, sot është mbajtur edhe 1 minutë heshtje në shumë qendra të mëdha në Austri, kështu që tani për tani e vetmja gjë që na preokupon tek
komuniteti shqiptar, kur është fjala është edhe humbja e jetës së një vajze të re, të quajtur Leja Bajrami, babai së cilës jeton me familje në Graz dhe kanë në shtëtësi austriake me sa di unë. Dhe arrin ngushëllimin nga të gjitha anët, mbrëm rreth orës 21 në qendër të Grazit, në sheshin e Grazit janë ndezur edhe qirinj, janë vendosur edhe lule, nga të gjitha komunitetet të cilat jetojnë në Austri. Do thotë të gjitha komunitetet, nuk ka këtu përjashtim në asnjë mënyrë. Të gjitha nacionalitetet janë bërë bashkë në dhimbje, në kalimin e kësaj dhimbjes e cila ka kapluar masat më të gjëra të shoqërisë austriake të themi. Po, keni pasur rastin të i takoni familjarët e të ndjerës tashmë Leja Bajramit? Jo, nuk kam, me qenë se është një situatë mjaft e vështirë për familjen, nuk kam tentuar që me njëherë të takoj, planifikojmë që sot të kontaktojmë, të shkojmë, të vizitojmë, dhe të marrëm disa intervista. Për këtë arsye nuk kam dashur në personalisht të prishi atë ndjenën e qetësisë apo të dhimbjes familjare, kam dashur që ata këto momente të rënda të përjetojnë si familje, ndërsa që nga thotë do të shkojnë edhe personat të ndryshme, nga shoqata të ndryshme, të cilat janë shumë aktive këtu në Austri për të vizituar dhe për të shprehur ngushëllime dhe për të përkrahur në këtë dhimbje të madhe familjen Bajrami, e cila është me priardhje nga Vitia. Po, ndërkohë, zotëri Aliti, si është gjendja e qytetarëve të tjera atje, sepse të ndodh një gjë e tillë në një shkollë ku besoj që ka qindra nxënës, sigurisht që secili prind është tashmë i shqetësuar për atë pjesë, për atë vend, dhe sigurisht që do të hezitojnë pastaj të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë. Si është gjendja e qytetarëve në përgjithësi? Po, reagimet e qytetarëve janë të ndryshme. Nuk mund të generalizohet një akt i tillë i cili ka ndodhur në të gjitha mjediset, në të gjitha shkollat apo edhe në të ardhmen. Këto janë raste individuale, të cilat mund të ndodhin çdo kund, në çdo kohë dhe nga çdo kush. Prandaj nuk ka ndonjë shqetësim këtu të madh nga prindërit e nxënësve të tjerë në për shkollat e tjera. Natyrisht se ai shqetësimi është, ai shqetësimi psiqik, se diçka e tillë mund të ndodhë, po fatkeqësisht mund të ndodhin edhe në momente dhe në rrethana të ndryshme. Po. Pastaj desha të them vetëm atë se dje kanë qenë zyrtarët më të lartë të shtetit austriak në Graz, sa do të vijë edhe kryetari i shtetit austriak në Graz, u dhanë disa konferenca për shtyp, mirë po. Organet austriake e kanë një traditë, nuk nguten me dhënien e detajeve të shumta për ngjarje të cilat ndodhin në përgjithësi. Disa raste kanë ndodhur, detajet janë dhënë shumë më vonë, kur janë të vërtetuara, kur janë të konfirmuara mirë, pastaj dalin me detaje të thënë kështu më të theksuara. Tani për të na jepen vetëm detajet të përgjithshme. E kuptueshme. Ndërkohë, zotëri Aliti e përmende se vrasësi ka ardhur deri këtu për shkak të bullizmit që i është bërë më herët. Sa është e shprehur kjo si dukuri në atë pjesë? E dim se kemi edhe ne këtu në Kosovë dhe në çdo pjesë të botës ka fëmijë që bullizohen e pastaj din të reagojnë në mënyra të tilla, por gjithsesi në atë pjesë sa është e shprehur dhe sa trajtohet edhe nëpër media ndoshta apo edhe në shkollë, në institucione shkollore kjo çështje? Me thonë të drejtën, për sa vite jam këtu që 30 vite kam ndjekur nga afër edhe e curite e shoqërisë austriake në fusha të ndryshme, mirë po kjo dukuri nuk është e theksuar shumë, nuk ka qenë e theksuar shumë, madje mund të them se ka qenë paprekur deri më tani. Kështu që duke pasur parasysh se shoqëria austriake është një shoqëri, nëse flasim për shoqërinë do thot e re, është pak më ndryshe, mirë po nëse flasim për shoqërinë e meshme, që kam fjalën për nga mosha, janë shoqëri shumë tradicionale. Mirë po te këto gjeneratat e reja nuk kam mbërritur as në shtyp, as në mediume,
që ju ka dhënë një rëndësi e veçantë kësaj dukurie për kësaj bullizmit. Kështu që mund të them se ky akt duhet të jetë akt i veçuar, duhet të kuptohet si një incident dhe asesi të generalizohen gjërat në për masa të mëdha. Megjithatë, autoritetet atje austriake kanë bërë ftesë që të ketë kujdes nga civilit, nga njerëzit në përgjithësi, që të evitojnë ndoshta vendet ku ka më shumicë njerëzve. Po shiko, pas çdo tragjedie apo një akti të tillë, normalisht se njerëzit për një kohë të ndikuar nga ky akt apo aktet të ngjashme të cilat kanë ndodhur edhe më parë, natyrisht se kanë një lloj frike. Mirë po, kjo mund të ndodhë ndoshta disa ditë derisa të kryen barrimet edhe të ceremonitë të tjera. Mirë po, sido që jeta vazhdon edhe me tutje, madje kisha një pyetje se a ka kontrollet e ashpra të nxënësve në për shkolla, nga një medium, dje. Më do them se në shkollat austriake nuk ka kontrollat të tilla. Do thotë nuk ka kontrollat të repta sa i përket hyrjes së nxënësve në për shkolla, sepse nuk ka raste të shpeshta të këtyre ngjarjeve. Edhe ngjarjet të cilat kanë ndodhur kanë qenë në periudha kohore shumë të gjata, motivet kanë qenë krejtësisht banale, kështu që nuk duhet që të generalizojnë gjërat, nuk duhet të shkaktojnë panik tek masat e gjëra, apo tek komuniteti shqiptar që jeton, se vetëm në Graci kemi dikon mbi 3500 shqiptar që jetojnë, do thotë pa rrethin hiç, ndërsa në Austri llogaritet janë dikon rreth 100.000 shqiptar, kështu që nuk duhet të shkaktojnë panik, këto janë raste të veçanta, të izoluara, dhe si të tilla duhet i marrin. Po. Zotri Alitit... Vetëm nuk a kemi kohë, kishte për fat të keq kishin të planifikuar edhe disa organizime të ndryshme nga komuniteti shqiptar pikërisht për premten, shtunën edhe të tillën që kishin mysafirë nga Kosova, disa zyrtar komunal ishin kryer agjendat e përgjithshme dhe takimeve me zyrtarët austriak këtu. Dy ansamble kishin marrë këtu të premten, shtunën, dile, një World Festival që organizohet nga komuniteti shqiptar këtu, 2 koncerte, të gjitha këtu anuluan, mirë që janë të anuluara, kështu që kjo është puna më e vogël, mirë po mund të them se komuniteti shqiptar këtu është mjaft i organizuar, madje kanë ofruar edhe familjes nëse ka nevojë, ndihma të ndryshme, kështu që shqiptarët dinë të jenë afër njëri tjetrit edhe në momentet e vështira. Po, më vjen mirë që kanë gjetur këtë mbështetje dhe familjarët e të ndjerës Lea Bajrami në këto qaste të vështira. Ndërkohë, zotri Aliti, të falenderoj shumë që u bëre pjesë e mesditës sot dhe ndave gjitha këto detaje me neve. Ska përse. Zotë mirë për juve. Edhe njerë për kohën, ndërkash... Patëm në lidhje direkte gazetarin Vebi Aliti, cili na dha detajet nga ngjarja apo tragjedia në Graz të Austrisë. Ndërkohë për këtë ngjarje, kujtojmë se kanë reaguar edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e po ashtu edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. U tha se krejt ngjarja ka ndodhur për shkak të ka ardhur në fakt për shkak të bullizmit, ashtu siç e përmendi edhe gazetari Haliti. Ndërkohë kujtojmë se Franca dhe Holanda kanë futur në agendat mësimore edhe serialin Adoleshenca, i cili në përbërje ka këtë tematik pra bullizmin në shkolla, që pastaj i çon adoleshentët në marrjen e vendimeve të tilla për të privuar nga jeta, qoftë shokët apo edhe të afërmit apo familjarët dhe mësuesit e tyre. Ndërkohë nga kjo ngjarje e rëndë, ne do të shkëputemi vetëm për pak për të kaluar pastaj